Nga e hëna njësë zyrtarisht fushata zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, e cila do të zgjasë 20 ditë, deri në heshtjen zgjedhore për raundin e parë të zgjedhjeve lokale të caktuara për më 19 tetor. Fushata do të zhvillohet përmes mediave elektronike dhe të shkruara, por edhe në portalet online dhe do të financohet nga buxheti i shtetit. Nëse ka raund të dytë, fushata për zgjedhjen e kryetarëve të komunave do të vazhdojë edhe për 2 javë. Raundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor. Deri tani janë konfirmuar gjithsej 303 kandidatë për kryetar komune dhe të qytetit të Shkupit. 5 kandidatura janë refuzuar, ndërsa 8 nuk janë konfirmuar. Në këto zgjedhje është marrë vendim që të dorëzohet edhe listë e pavarur për këshilltar me propozim të votuesve vetëm me 2 nënshkrime. Kështu janë dorëzuar 579 lista këshilltarësh, nga të cilat 558 janë miratuar, 20 nuk janë konfirmuar, ndërsa 1 është refuzuar. Më shumë kandidatë për kryetar komunash në raundin e parë ka në Strug dhe Prilep. Nga 9, 8 kandidatë garojnë për kryetar të Shkupit dhe Shutor i Zarit, ndërsa në 22 komuna ka vetëm nga 2 kandidatë. Në qytetin e Shkupit janë dorëzuar plot 20 lista për këshilltar, një rekord, por vetëm 5 janë miratuar deri më tani, ndërsa 1 është refuzuar. Në Manastir janë dorëzuar dhe planuar madje 16 lista këshilltarësh, ndërsa në Likov do të zgjidhet vetëm mes 2 listave për këshillin komunal. Vëmendja dhe gara e partive shqiptare pritet të jetë në Çajir, Teton dhe Gostivar. Këto janë zgjedhjet e 8 lokale që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut, si dhe megjithse fushata nuk kishte nisur zyrtarisht, kandidatët tashmë kanë prezantuar prioritetet e tyre kryesore. Premtimet më të shpeshta janë përballja me ndotjen, kaosin urban dhe grumbullimin e mbeturinave.